Përshëndetje miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot, në këtë ditë të bukur prilli, do të lexojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Pra energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Dhe kemi, çfarë thot energjia e përgjithshme? Mbretëresha e shkopinjve, një femër shumë inteligjente e dashur, që fal dashuri pa kushte, pa interes, pa kompromis. Kemi dyshin e shpatave. Dyshi i shpatave tregon që ju jeni ulur buz detit dhe jeni të dyzuar për diçka sot, sepse keni shumë mendime dhe ëndra që doni t'i bëni realitet. Por ishe fashën dhe foli intuitës tënde të brendshme, atij zëri të brendshëm që do të tregoj se çfarë rrugë duhet të ndiqni. Letra e botës është një letër shumë fantastike, një letër e mrekullueshme e tarotëve, e cila tregon për një cikël të mbyllur dhe për hapjen e një cikli të ri, për hapjen e diçka të re, e një transformimi në jetën tuaj. Dhe kjo mund të jetë në botë, sepse suksesi i sigurt është në botë. Treshi i monedhave tregon për një diskutim që bëhet në një çështje drejtësie, sepse keni luftuar shumë sot, pesta e shpatave, për të marrë sot një vendim, për të marrë një vendim në drejtësi, dhe keni pasur net pa gjumë sot, stres, pak depresion, pak mendime negative. Jeni një person shumë i fuqishëm, dhe këto energji të fort pozitive që keni brenda vetes tuaj, ju e demonstroni sot, sepse qëllimet tuaja do t'i çoni deri në fund. Jeni një person i cili ka të shpatën në dorë që tregon drejtësi. Jeni shumë i drejtë. Ju kur doni një person, e doni me zemër, e doni me pastërti. Ama kur e ureni dhe nuk ka kthim mbrapa. Shumë shpejt ju do të jeni si kjo mbretëreshe kupave. Në prërin tuaj do të ketë bollëk, sepse ju ndihmoheni nga një perandor, nga një njeri shumë pozitiv që do t'ju ndihmojë në gjithë aspektet e jetës. Merrni një lajm bollëku, një lajm shumë të mirë, në këto azt hapet kjo dritare dhe ju merrni në dorën tuaj këtë lajmin shumë pozitiv për dashurinë, për punën, për bollëkun, për financat. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Shumë faleminderit.